jam shumë i lumtur të ndodhem me disi ushë. Ndodhem me disë shokëve dhe mikëve, ndodhem me disë profesioniste, navigatorëve, të cilët kanë dhënë edhe ata një kontribut shumë të madh, se cilin sektorin në vetë, dikush në flotën tregtare, dikush në ushtri, dikush në investim, janë të gjithë vlerësuar të nderuar dhe unë i respektoj në shkallë maksimale dhe pjesëmarrjen tuaj këtu. Nderoj kryetarin e shoqatës Adrion, ndërtare, Shdodin Hamzi, bashkë me presin. Dhe unë dhe pjesëmarrësit që na nderojnë në respektojnë këtë eveniment të rëndësishëm që lidhet me krijimtarinë time, qoftë akademike, po dhe më ti. Sepse krijimtaria ime shtëhet edhe në fusha që janë jashtë kësaj tematike, ka të bëjë me universin dhe tjera në radhë, janë gjëra dhe nuk trajtojnë do t'i paraqesim në të ardhmen. Jo shumë larg do paraqesim. Profesor Osmani, lektoria, Veslivu, më leson shumë punën, me qëllim që unë të mos përsëris ato që janë para. Sigurisht, qoftë në kamerimin e fakultetit të navigacion menaxhim botarik, por indicjen për të ngritur atë fakultet e kemë marrë nga studime. Pra, element teorik, stabilitet dhe anjet dhe zbatimit praktik. Është promovuar në 2011 në Universitetin e Aleksandër Moisiu. Ishte dëshirë, jo se kishim një obligim. Kam qenë bashkëautor me Albert Koço. Sigurisht këtë libër unë e mora në Amerikë, nga prezenca ime atje, sepse aplikova në akademinë atje në universitet për të pedagogë në universitetin. Pavarësisht u krijuan rrethana të tilla që unë nuk qëndrova në Amerikë dhe ktheva në Shqipëri, fillova po në ministri këtu, por më dha indicin e parë sepse do jepja navigacion dhe stabilitet tani që kishin ata më ofruan edhe atje. Ky është një libër jashtëzakonshëm nga pamja sepse është ndërtuar dhe përpiluar dhe ne jemi referuar autorëve, kupton. Ne nuk shpikim jetë, përkundër, marrim atë teorisë dhe i orientojmë edhe ja u japim studentëve për qëllim që ata të kenë përgatitje maksimale. Ata që kanë bërë këtë libër merret si referencë në gjithë botën. Edhe ne kemi marrë si referencë, si bashkëautorë. Mandej, me shumë sukses po prezentuar në Universitetin e Aleksandër Moisiu, ku kanë kalendruar qoftë rektoria asaj kohë, qoftë edhe me Disheu, ka qenë dekan para Osmanit, së pasaj erdhi profesor Osmani. I dhanë një dimension dhe përmasa të tjera asaj kohë. Ndërkohë, unë propozova tash, nuk ka kuptim që Vlora të ketë një fakultet në Universitetin e Vlorës. Durrësi gjithë ky potencialin madh. Qytet pregëtar, kryesor, ka flotën tregtare, peshkim, ushtarake, gjitha. Po ka dhe i potencial turizmi, po ka dhe i potencial shumë të madh kuadrave që kanë ardhur. Duhet të jetë patjetër. Dhe u pranu. Dhe filloi puna pasaj puna. Doli detyra kryesore që e themelimin me ngritjen e fakultetit, dushin që edhe seksioneve dushin ta njësur me libra. Atëra fillon një punë që është shumë intensive. Ka thënë atë që nuk kam parë. As unë, as ai ndjen në Berkoço, pas të tjerë. Të dy kemi punuar intensivisht. Për të dhënë bazat e nevojshme kësaj breke, dhe që na përfaqësojnë dhe një profesor Osman. E falenderoj. Ka vlerë atë. E falenderoj. Ka vlerë. Ndërkohë, una kërkemore vazhdojnë në universitetin, po që Universiteti Aleksandër Moisiu kemi promovuar librin e devijimit magnetik. Është një libër ku janë aplikuar elemente mekanike teorike. Pavarësisht se bussolla magnetike sot konsiderohet si një relik, nuk është relik, absolutisht jo. Është domosdoshme sepse sa të sofistikuara dhe të lehtësuara janë udhëtimet tani nëpërmjet
aparaturave dhe satelitëve që kanë dalë në tërësirë në apo jo, ku jepen hapët digitale, jepen koordinatat, jepen të gjitha kution në ratë, po si pas në operacionet e pëlqimit dhe shumë elemente dhe pornografisë janë përfshirë dhe sonare që gjitha, t'jep temperaturën, t'jep rrëgën, t'jep komplet që gjitha. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk mësojmë atë që e shkaluar. Sepse ka pasur eksperienca të tilla, edhe 2 vjet, 3 vjet të fundit, që ato rrezatimet diellore që Elvira e Elvira. Po, rrezatimet diellore janë aq të fuqishme në momente saktuara sa në godasin e satelitit, diçka të bëjnë deri aparatura teknike jashtë përdorimit. Atëre duhet t'i rikthehemi metodave, duhet t'i kthehemi astronomisht. Me yjet. Qofse ndodhesh në gjanë. Kjo i ndodhë flotës amerikane i ka ndodhë. Është një eksperiencë. Në një moment u godit nga studia diellore, doli jashtë përdorimit ato, fala asaj që kishte oficer përgatitur të brezit tonë, që njifte astronomin, dhe filloi mori sekstanin, në po, jo në stoj janë, Atë që ishte harruar. po, atë që ata ishin harruar. Do si tjerë, i shumë ishtë, që nuk dorë në komë. Pra, veprimtaria ime, sigurisht unë kam edhe libra të tjerë, dhe atë kërkesë që pati profesor Osmani, dhe ja plësoj, shpejtit, atë që kemi biseduar bashkë, do të duroj librën e pra ngarkesat zakonisht. Pra ngarkesat zakonisht ja dhori me të aty, e jam një lloj privilegji kapitenit dhe usejt parë dhe tjerët nuk njihen me ato. Jo, do t'ja vëmë si kapitan. Ja vëmë ta promovojmë. Si kapitan, ta kemë. Gjithë student, navigator të rinj, tjerë të barazuar në nivele, jo të presin 5 vjetë, 6 vjetë eksperiencë pasaj të majnë atë, por që në fillim ata të të kemë. Dhe si të nëtoj një plan ngarkesë. Se në vëndunit edhe qëllimi i këtij libri e ishte të arrijë të ngarkoja njën dhe në paramentat e nevojshme të stabilitetit. Qoftë statik, qoftë dinamike. Në vazhdimsi të kësaj, sigurisht, unë jam futur edhe një pasojë tjetër i cili ka të bëjë me ato indicje që janë nga forca që ne nuk i komandojmë. Pa pritur ndodha me një pelegrinazh që pata në malën e Tomorit. Ndodha para disa objekteve që më trojën në vëmendje. Fillimisht që pasi jashtë si shihoj njerëz, por pasaj më thellova. U injektua. Në tru, oftën apo jo. Është një forca të lehtë. Ekziston. Jo se ekziston. S'dua t'jap atë konkluzionin përfundimtar, sepse në sajat e kësaj fuqie, e cila shfaqet tek njerëz të veçantë, pavarësisht se ku janë dhe ku ndodhen, në çfarë niveli ndodhet çokëria. Profesor Osmani e tha. Edhe një thoni. Rastësore, po rastësia nuk i thonë sepse është e lidhur me fuqi tjetër. Kështu që u prezantova